Në kohën kur janë numëruar gati 98% e votave nga përfaqësitë diplomatike të Kosovës, lëvizja vetëvendosje po dhe hiq bindshëm, ndërsa numërimi i votave me postë është ende në fazat fillestare, i atyre me kushte dhe të personave me nevoja të veçanta ende nuk ka nisur. Me votat e numëruara deri më tani nga diaspora, lëvizjes vetëvendosje janë shtuar 2 mandate në kuvend, krahasuar me numrin e mandateve të siguruara nga votat e rregullta brenda Kosovës. Deri më tani lëvizja vetëvendosje numëron 50 mandate në parlament, PDK 23, që do të thotë një më pak se në rezultatet paraprake, LDK 19, ndërsa AAK 8 mandate. KQZ-ja planifikon që t'i shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 26 qershorit, e më pasi certifikoj ato në datën 6 korrik, por këto afate janë vetëm planifikime, pasi do të varet edhe nga ankesat që mund të ushtrojnë palët lidhur me procesin. Këto ishin zgjedhjet e treta në më pak se një vit e gjysmë në shumicën e shteteve europiane. 3 palët e zgjedhjeve të fundit janë shtrirë në një periudhë kohore prej rreth 7 deri në 10 vjet. Votimet e 7 qershorit u mbajtën pasi legjislatura e kaluar nuk arriti të kishte konsensus për zgjedhjet e presidentit brenda afateve kushtetuese, duke e zhytur vendin në një krizë të re politike.